Përngulja ishte e dhunshme, shumë e dhunshme. Tendenca ka qenë që të zhduken, që të shprazet, sa në gjaku i një që të përse po edhe Kosova. Ne tani nuk jemi as të vegjël, as të mdhej, jemi aq sa na kalon historia. Na një donë për vojnikin me televizorie, për vojnikin natën. Fëmijët e tyre i kanë lanë ose ju kanë lekë rrugës. Që ashtu me të shkreti hanë, veç shpend në hipshin. Kufini botnoro kja, që o shënju dini herë këthejnë shqiptarët e botë që Ku konë kufini botnoro? Që aty të më dhe kuqë. Nalt Agje është gjymrikana e mollës të kuqe. Shof një grumull të apish këtu për gjitha... Këto e masë 34 tapit të tokë. Mund të kërkojnë në aspektin juridik, qoftë drejt për drejt në kontekst me Serbin, apo edhe gjyqin e Strasburgit. Si mos në këthejt, dikush puna lëksht. Pa zato vas pozivam, dođite, evo to je vaše. Jablanica e epërme shtrihet në pjesën jug-perëndimore të rrethit të dikushën të Leskosit dhe përfshin hapësirën ndërmjet rrjedhave të lumejve Popoc dhe Reke Madhe. Me vijen kufitare të vendosur me vendimet e Kongresit të Berlinit më 1878, Gallaki shqiptar ishte i ndarë në dy pjesë, në Gallakin e Kosovës dhe Gallakin që mbeti nën administratën e Serbisë. Në rajonin e Jablanicës e epërme që derivon njëj si Reka e Madhe, ndër popujt e parë që jetojnë këtu ishin fiset Ilirëdardane, pasarësit e të cilëve janë shqiptarët. Perandoria osmane në këtë kohë, domethënë gjysmën e dytë të shekullit 19, ishte detyruar në presionin e fuqive të mëdha që të bënte disa reforma. Edhe në kuadër të atyre reformave ajo e kishte pranuar një protokoll që quhet protokolli i Londrës, edhe në bazë të kushtetutës ajo ishte detyruar që të jepte reformat edhe lirin ta njihte kombësinë në kuadër të provincave evropiane. Meqense Perandoria osmane e refuzoi këtë në dhjetor të vitit 1876, atëherë këtë rast e shfrytëzoi Rusia, e cila i shpalli luftë me 24 prill të vitit 1877 dhe kësaj filloi lufta ruso-turke ku u inkuadruan gjithsesi, meqense Serbia dhe Mali e Zi kishin shpallë luftë edhe më herët Turqisë, ata e shfrytëzuan në rastin që ta kryen një pastrim etnik, ta quajmë kësaj par excellence në ato territore që ata pretendonin gjithnjë më tepër t'i afroheshin Kosovës. Në fillim të shekullit 19, në teritorin e Sanxhakut të Nishit e Këndej e mollës kuqe, ku edhe më tutje vazhdojnë të jetojnë shqiptarët, ka fundi shekullit 18 dhe fillimi i shekullit 19, populata vendore nuk kishte kushte për shkollim. Ndër pishtarët e parë të arsimit në fillim të shekullit 20, jo vetëm në rajonin e Medvegjës, por edhe në Kosovë, dallohet akademik Idris Zajeti. Në shkollë kam shkuar me disa prej Tupale, në 1927. Edhe 4 vjetë kemi bërë shkollën aty. Gjuhë shqipe kemi bërë? Jo, që shqip. Krejtë serbisht atjere. Krejtë serbisht. Edhe largë është Tupala prej shkollës, kur është të gjamia tjetër, ku këtë qenë edhe ju atje. E këni parë edhe shkollën, për të që i këshin prishur të që ndërduket diçka tjetër aty dhe nuk duke shkolla e vërtetë, si ka qenë. 4 vjetë kam më bërë aty, edhe pastaj hoxha, mëse ishte aty, i dinte këtu probleme dhe hapin në shkollave. Kishte edhe mësues për shembull, nuk kemi pasur për shembull mësues herë për edhe
rusëve që këshin ikur për janej. I kanë dëbuar, i kanë për janej. Edhe më kanë thonë në një vend që asë s'kishin kur farë aftësia ata për asë s'ishin mësues, asë s'ishin përgatitur për një punë të tillë. Tendenca ka qenë që të zhduken, që të shprazet, thame. Sanxhaku i Niçit. Sanxhaku i Niçit, po se po edhe Kosova. Kosova, krejt sa ma pak shqiptar. Evropa nes në ka përkrahur. Nga historia ne e dim fort mirë. Edhe Evropa është ajo që ne nuk jemi bashk shqiptarët, por sot janë me ne. Franca për shembull. Anglia. Të drejtat tona i mbështesin me gjithë me vërtetin. Kjo ndryshimet mëdha ka më të është. Mirë, profesor, kur kanë ardhur serbët, për shembull, në Sanxhakë, në këto troje? Jo, kur kanë ardhur? Jo, serbët, slavët. Slavët, kur kanë ardhur? Slavët, për shekullit 4, se një mundë më thuhet 7 e këtej. Kanë ardhur në këto teritore? Po në teritore të këtu shumë. Edhe janë vërsur në 2 drejtive për kadeti. Atje ka qenë tendenca kryesore. Çuçi ki jamin loke? Unë kom nanin Rahim Halili. Sa vjet i keni? Vi kom 97 vjetë. Unë i më dojë për bëjnikin 100 vjetë. Në i më dojë për bëjnikin me fejsoje, për bëjnikin notën. Në kam përzon shkijet. Shqiptarët e sotëm që jetojnë këtu e që tani ky territor është shndruar në komunë të Medvegjës, si kundër edhe të gjithë shqiptarët në viset të tjera, gjatë shekujve shumë herë ndodheshin në buzë shpërbërjes nga invazionet dhe nga veprimet shfarrose të fiseve të ndryshme barbare nga veriu. Nga të gjitha sfidat, shqiptarët e trojve të Kazasë së Leskocit, si quaj deri vonë, dhe të viseve të Jabllanicës së epërme, tragjedin më të madhe e përjetuan gjatë luftrave të viteve 1877-1878 në kohën e dëbimeve të dhëmshme dhe masive të 714 fshatrave shqiptare të Sanxhakut të Niçit nga ushtria dhe gjandarmeria serbe. Jemi këtu në fshatin Svirc, nga afër po shohim edhe vijnë administrative kufitare Serbi-Kosovë. Në kohrat caktuara, në periudhat caktuara, çfarë roli ka pas vija administrative kufiri me Kosovën për banorët Medvegjës? Po këtu jemi në fshatin Svirc, fshatin më të madh në komunën e Medvegjës, i banuar vetëm me shqiptar, etnikisht i pastër me shqiptar. Kurse ajo që e thatë vija administrative, në vërtet ajo ka qenë vijë kufitare fillimisht në vitet 1877-78 në mes Serbisë atëhershme dhe Turqisë, pastaj në kohën e ish Jugosllavisë si vijë administrative në mes krajines autonome të Kosovës dhe Republikës Serbisë, e tani përsëri kufi në mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Nuk ka pas rëndësi
të madha atëherë si vija administrative, kurse tani është bërë kufi dhe është bërë pengesë dhe ndarje e shqiptarëve në Medvedje, shqiptarëve të komunës Medvedjes e shqiptarëve të komunës së Kamenicës, që janë edhe familjarë, edhe janë të miqësuar, kanë pas jetën e përbashkët. E shifni këtu, tani, pas vitit 1999 dhe 2000, kur veproi forca e regjimit Miloševićit dhe u të buan shqiptarët nga Medvedja, sidomos mbi 90%, edhe ky fshat ka mbet me një numër shumë të vogël të banorëve, që në këtë pjesë këtu janë disa familje që s'kan lëviz, atje kem një mahall, këtu një mahall dhe një mahall në këtë pjesën mbi shkollë. Për ndryshe, mbi 90% e banorëve janë të zhvendosur, jetojnë me shumicë në Kosovë, nuk kanë të zgjidhur statusin as atje, as se kanë statusin si refugjat për të kthyer, sepse nuk po krijohen kushtet për të kthyer në komunën e Medvedjes. Derisa po flasim për vijën kufitare, mund të thoni çfarë është largësia nga fshati Svirc për në Kamenicë, çfarë janë lidhjet frejfisnore në mes këtyre dy vendeve dhe si është qarkullimi momental i njerëzve dhe madrave në këtë pikë kufitare? Këtu s'ka kurfar qarkullimi, është totalisht kufi mbyllur, këtu nuk mund të kaloj askush. Ne kemi bërë kërkesë qeverisë Republikës Kosovës dhe qeverisë Republikës Serbisë që ta hapin këtë pikë kalim kufitari, cili ka qenë edhe në kohën kur ka qenë kufiri mes Turqisë dhe Serbisë atëhershme. Por nuk kemi përgjigje se çka do të bëjnë, për ndryshe është nevojë jetësore, sepse fshati Svirc është i ndarë me këtë kufi në dy pjesë. Një pjesë në komunën e Medvedjes, një pjesë në komunën e Kamenicës. Ka njerëz të një mahalle që jetojnë këtë anë edhe në atë anë. Ndodhemi në fshatin Sjarin, në oborin e xhamisë, e cila është ndërtuar para një shekulli në kohën e regjimit të Obrenovićve. Në këtë fshat pjesa më e madhe është e banuar nga shqiptarët, ndërsa një pjesë e madhe në kohën e dëbimeve të mëdha nga ushtria dhe gjandarmeria serbe e ka lëshuar këtë pjesë dhe ka shkuar në pjesë më të sigurta, duke filluar nga këtu e në Presheve, Turqie, Kosovë e tjera. Zotë Adi, përmendëm në ndërtimin e xhamisë, si është zhvillu historia e ndërtimit të kësaj xhamie? Pa historia e zhvillimit të ndërtimit të kësaj xhamie daton atë prej vitit 1878-79 të kohës së Milan Obrenović apo të kralit të katërt të Serbisë. Ai i kishte dëbue mëse 714 vendbanime të sanxhakët të Nishit, ndërsa i kishte lënën pa i dëbuar vetëm se 8 vendbanime të Jablaničke okruge apo të qarkut të Jablanicës, i cili përfshin nga mali Supovs deri te mali Radan, si qark i këtij. Ai për t'i treguar botës se ja këta të Medvedjes, këto 9 vendbanime, e pranun shtetin, vazalitetin e shtetit të Obrenovićve dhe nuk i dëbuam, ndërsa ajo e vlente bara qiran se 714 vendbanime me 9 vendbanime të ai e kishte ato të dëshmonte para opinionin ndërkombëtar dhe të arsyetonte gjithat segregacion që ishte bo në sanxhakën e Nishit me dëbimin e shqiptarëve nga pasuritë e tyre të patjetërsueshme dhe për me qenën edhe më tepër ajo hipokrizia ajo ndërton edhe këtë xhamien që e kemi këtu afër për t'i treguar ja nuk i kemi shpërngulën ata vetë janë shpërngulën, na i kemi ndërtuar edhe plus edhe xhamia dhe foltorët tjera. Zoti Abazi, këtu afër xhamisë dukon disa gjurmë të varreve. Çka u bë me ato varre dhe si ndodhi që ato të zhdukën? Ato varre kanë qenë këtu prapanesht mes këtyre dy objekteve. Tani e shihni se është bërë park, një plac për dru.
i kanë rafshuar, i kanë humbë gjurmët. Këte kanë bërë fillimisht komuna kur është ndërtuar rruga, ka shkarkuar materialin mbi to dhe tani tu e marë materialin, humbë edhe gjurmët e varreve. Kështu që nuk dihet përveç atyre që mbajnë mend që kanë qenë varre këtu. Kështu mundohen siç duket me i humbë tragjet e jetës shqiptare, sikur që i kanë bërë gjithmonë në shteti i Serbisë. Por ne shqiptarët jemi këtu. Edhe do të ketë shqiptar këtu edhe do të ketë varre shqiptarëve këtu gjithmonë. Banorët e këtushëm thanë se kushtet për jetën në këtë anë janë të vështira për shkak të mungesës së sigurisë. Si quni? Azem Ibrahimi. Si po jetonin këtë territor këtu? Kur qysh? Pse? Janë të nga martretue në drejt Zotit. I kom shit do dru, nuk mi ka dhanë porët, jam shku me aly porët, u shku më kalajnërën në sopë, po më është më pretit. Kush? Me lutin të deri. Po më pretit. Po si o gjendjen këtë fshat e të tjerëve? Të tjerëve na përkrohe s'kemi pej kërkujna. As pej tënve, as pej supi, as pej opshtine, as pej kërkujt. Na s'kemi në brojt e pej kërkujheq. Në drejt Zotit, veç porët e mija e kom lyp, më ka lajmëroj e kom pretit, kume shkon gjë kime hongër 6 muaj borg. Kime hongër, nas di që me kaj traption këto, në nëntori kam, as një punësum se kam, martretu më bëllë jemi, s'po kemi rrug dolje kërka. Jemi për momentin këtu në fshatin Gërbovc, komuna e Medvegjës, mund të thoni pak për historikun e fshatit në fjalë, sa banor numëron tani në këtë periudhë kohore dhe cilët janë karakteristikat e fshatit? Po, gjindemi në fshatin Gërbovc, komuna e Medvegjës, pikërisht në lagjin Vllas. Ky fshat tanë mjerisht ka vetëm 9 shtëpi me 10 banor, diku 50-60 banor, kurse deri në mars të vitin 99 ka pas 90 shtëpi. Çfarë kanë qenë arsyet preteksi largimi qytetarëve të këtij vendi, mos perspektiva apo çështje e sigurisë? Po dihet se disa kanë shkuar për çështje të sigurisë, ka patër njerëz që kanë shkuar me lëndime të rënda të pore, mjerisht mirë, po kjo çështje asnjëherë nuk u zbardh deri në fund. Ka pas edhe të tillë vitet më hershme që ka shkuar për shkaqe ekonomike, kështu që tani për tani siç po e shihni, vërtet është numri jashtëzakonisht i vogël i banorëve në këtë shtat. Këtu afër po shohim edhe varri i mësuesit ndër të parët shqiptar në komunën e Medvegjës. Çfarë është historia e këtij personi? Po, këtu është varri Xhaxhai Tim Bafti Krasniqit, mësues i popullit, siç e quajmë ne. Ai ka patur fatin që i pari ka punuar me nxënës shqiptar në gjuhën shqipe në fshatin Gërbovc. Po atë fat e ka pas që edhe në bojës e Arinës, kur u hap klasa e 5, të punoj i pari shqiptar me nxënës të klasës 5 në gjuhën shqipe dhe ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht në arsimin fillor të mesëm komunën e Medvegjës. Me gjithë pasigurin që përbëllet ky rajon në disa familje nga malli dhe vendosmëria për të jetuar në tokat e stërgjyshërve, disa familje janë kthyer të jetojnë në vatrat e tyre. Si quni ju? Adem Roma. Ju këtu jetoni? Po. Kur jeni këty? Si e 3 muaj ka. Ku keni jetu para kësaj kohe? Po shkosoj një 10 vjet. Pse jeni shku atje? Po na nuk është shkiet, s'fat vend më najt. E tash kthit. Kthit vetë, s'patëm gati shtëpi në s'patëm edhe mami u këvend të ose më najt. E për shtëpia tuaj.
banon për momentin me familjen? Qëto, që shpi. Që shpi, ja, këtë nuk e jam. Tezën e kam këtu, veç ajo është në Zvicër. E kunat, ja është i tezës. Më ka thonë re këtu, po une ka tonë jam ljarë, por nuk po muj më dalë, pe milicive. Cilo është arsye, pse nuk kthehen në shtëpinë tënde? S'kthehen aso shtëpia ora, veç një shtëpi është. Ku më shkue, s'po kam ku më shkue. 2 djeli kam 2 qika, t'ka zëj dhe sa që problem. Histori, unë më konë atje në Fshkashëv. Mos i e kthye, ki pas probleme? Ja, problem. Ku mos i e kthy? Ja, problem të nuk kemi, veç burrën e kam pa punë. Social nuk marrë halja për të mi. 8 vetë jemi. A i mi gjej burrit i ka një 64 vjetë. Do letra i nrejqa, di shto për nej për maqë. Vjerën e kam 69 i bëm një distimje, asaj nuk merë kur gjë. 12.000 kam shkyll. Po dojnë vesh, po dojnë matë, po dojnë harë, po dojnë pinë. Type kushtet janë shumë të trana. Mi ja po më lypjen, po më bërtasen. A ju ndihmon dikush, e keni bo kërkesë në komunë? Vetë një ma marëm, që një 2 muj, po kur qës janë. 10 kila milë për mjerë, qa me bo me të? 2 mja pasol, 2 zejten, 2 makarona, edhe 1 prashak, edhe 8 antarë, qa me bo me të une? 8 vetë jam, 3 burra edhe 1 grua dhe 4 fëmijën. Qka me bo me të? Pak jenë këtë. Për kundër këtyre problemeve që i kene, e një të vendosë për me qëndru edhe më tutje këtu, këtë fshat? Qysh me tutje? Tutje s'kam. Me najt rri, sa të mblon nuk dalë pe këtu, po kam pas dëshirë me palimu, kosh sa që ka mësi, një shpi hatër që ty në thmive. Se thmija po më thimën. 4 të klasë kam djani, një kam tytën, po dhe i të mija. Ndodhe animalet e Gallakut në pikrisht në vijën kufitare Kosovë-Serbi, përkatësisht në fshatin Svircë, ku në vitin 1878 ky fshat është nda pra një pjesë i takon Kosovës, kurse pjesa tjetër i takon Serbisë. Me ne është veprimtar i dalluar, cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për këtë popullat, e cila gjatë viteve të fundit ka pas shumë nevojë që t'i ndihmohet përkatësisht që mos arshon këtë territor i cili gati se është zbrazur. Po, ne prej se kur gjendemi në Zvicër aktivitetin kombëtar se kemi ndalë kurrë. Më në veçanti pe formimit shoqatës humanitare Medvegja, ne jemi përpjek që spaku pak me ndihmat tona humanitare, ndihmojmë gjitha fushat. Kemi ndihmuar familjet e minatorëve, kemi ndihmuar Kosova, ndihmua Shqipërinë, Universitetin e Prishtinës, Universitetin e Tetovës dhe në vendlindje. Pra me një fjalë mi munua që në pika mos t'i ndajmë këto territore, se për ne Medvegja është Shqipëri, është Maqedoni, është Iliri fundit. Viteve të fundit, pas lirimit Kosovës dhe pas një shpërngulje pa parapame cila nga faktori shqiptar u bë nga forcat okupatore serbe, cilët fillimisht u stacionuan në vendin tonë, përqendrimi jonë kryesor është tash më tepër për Medvegjen, sepse kemi art e vlerësimi se në mënyrë se në mënyrë tjetër më duket që ka mbetë ajo pjesë anash, edhe si pjesë e harruar për fat keq nganjëherë dhe nga faktori shqiptar.
Konkretisht ndihmojmë shkollën e mesme në Medvegj, prej hapit parë, ku që është marrë iniciativa të hapet e shkollë, ne kemi marrë përsipër që t'ju financojmë udhëtimin nxënësve, ndihmohen me mjete tjera të nevojshme, dhe posaçërisht kemi dhe programin që ndihmojnë për familje të rrezikuara, që janë atje ku kombas ku dërgojmë ndihmë. Njëkohësisht për gjithë ato familje që dëshirojnë të kthehen në Medvegj, kemi një program adekuat cilat i mbështesim. Këto ndihma vetëm më tepër shpërndahen nga Komisioni Humanitar Vendas, në krye me profesor Gani Krasniqin, i cili është duke bërë një punë të mrekullueshme, falenderojmë nga zemra për punën të madhe që ndihmat i dërgon destinacionin e caktuar dhe është duke bërë me grupin e vet një punë shumë të mirë. Sa ishim në Medvegj, popullata e Medvegjës është shumë mirënjohëse për ndihmat që jepni, sepse ajo ndikon që ajo populatë të mos shpërngulet pra nga trojet e veta. Po, fatmirësisht ne kemi mirë kuptim të jashtëzakonshëm me popullatën shqiptare të komunës Medvegj, nga ajo vend ku kemi lindë dhe i mirëritë ne. Një bashkëpunim shkëlqyeshëm kemi edhe me Partinë Unioni Demokratik Shqiptar, cilët në çdo momente na informojnë dhe kemi koordinata të përbashkëta. Opština Medveđa je prvo bila varoš, a ukazom tadašnjeg ministra unutrašnjih dela 1835. godine proglašena je u varoš. I od tada varošica sa određenim multietničkim stanovništvom, odnosno mešovitim stanovništvom. Kako vreme odmiče, nažalost, umjesto da se povećava broj stanovnika na teritoriji opštine Medveđa, on za svakih 10 godina kad se vrši popis smanjuje se. Razlog takvih uslova i takve sredine jeste migracija, nerazvijenost područja je samo uslov ekonomske prirode. Sada opština Medveđa broji 10.760 stanovnika, gde oko 26% čine Albanci, 1% Romi, 5% Crnogorci i oko 68% su Srbi. Ta multietničnost na području opštine Medveđa je bila dobra, sad je dobra i nikada nismo se delili po multietničnosti, nego smo se delili na bogati, na siromašne, ili oni dobri ljudi ili loši ljudi. Znači, međuljudski odnosi na teritoriji opštine Medveđa nikad nisu bili loši i mislimo takve odnose da zadržimo. Gjendemi në qendër të Medvegjës dhe kjo përmendore prapa nesh dëshmon më së miri se si trajtohen shqiptarët këtu. Jemi në banjën e Sjarinës, këtu ku ka qenë komuna e fundit shqiptare banja e Sjarinës, e cila është shuar në vitin 1956 me kryetarin e fundit shqiptar Rahim Abazin nga Svirca dhe zavencin e tij Zeqirin nga Tupalla. Kjo komunë është shuar dhe ju kanë bashkangjit kjo pjesë komunës Medvegjës. Staraboja do thotë vendlindja ime së pari, i cili e ka marrë emrin prej sipas informatave që kam
gejzeri ose uji sot që është në Sjarin, s'pari ka shpërthyr në livarat e Sarabojës, por pasi që arat e fshatarve kanë qenë nër atë ujin edhe i ka vërshu, atëherë ata kanë mbyllat gejzerin me leshe dhe me druj të ndryshëm, ajo është tërhek në tokë, ka shku në Ramabaj, do thot në një obor të një ramës, apo ndryshe këta sërbisht i thënë Ravna Banjes është rafsh, edhe aty kanë vepru njëtën mënyrë, edhe masane është tërhek shku në Sjarin, ku edhe sot është gejzeri. Do thot gejzeri për herë të parë është lajmëru ai uji që është sot në Sjarin në Starabaj. Në Starabaj kanë jetuar 50% të shqiptarëve deri në vitin 1999. Starabaja tash për tash është e boshatisur. Pse? Po, është e vërtet, deri vitin 99 ka jetu 50% shqiptar, 50% kanë qenë sërbë. Janë shpërngur deri vitin 99, mund të them që për shkaqe të ndryshme. Mirë, po pas vitit 99 e dim për shkaqe politike, për shkaqe cilat edhe dihen edhe sot, për shkaqe presioneve të ndryshme, edhe janë largu tash të gjithë janë në Kosovë, do thotë janë shpërngur, jetojnë në Kosovë. Vlen ceket se shkolla e parë shqipe në Starabaj është hapë në vitin 1970. Kurse është edhe flamuri i parë, do thotë për herë të parë flamuri është ngrit në një darsëm në Starabaj, flamuri do thotë kombëtar shqiptar, është ngrit në një darsëm në Starabaj. Për ndryshe edhe pse popullata shqiptare është të shpërngulur, prapse banorët edhe pse jetojnë në Kosovë, lidhjet nuk i kanë shkëput me vendlindjen, me Starabajën, edhe pse janë të vështirësuar atash lidhjet për shkak edhe të pengesa administrative në përkufi, po edhe për shkak se njeriu edhe kur shkon do të më pas të dikush me shku një natë me najt, me bujt, edhe më kthy mbrapa, po megjithatë tash nuk ka, do të më shku një ditë, edhe brenda ditës më kthy mbrapa për shkak se shtëpitë janë të babanushme. Unë jam Ahmet Salihu, i moj Sjarines, veç 90 vjetë gati. Që tu jetojmë, na çka jemi, mirë po jetojmë, nuk kemi çfarë problemi, veç të kemi problem që këta trit u hoqën qatë probleme kemi, se ka vend edhe mirë këshu mujt edhe mund me jetue, po veç me pas njerëz këtu. Shpirti